Mirënoma shikues të emisionit Koshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tonë Koshia Show. Faleminderit shumë publikut që i kemi prezant gjithmonë. Por faleminderit edhe sponsorëve atyre që mësojnë këtë realizim të emisionit. Është ujë Sibura. Një shishe ujë Sibura është një hap drejt jetës së shëndetshme, përndryshe në këtë ditë vere ujë Sibura shkrihet sikur bura në grup. Faleminderit shumë. Pronori Suleman Goshi. Është pije art fruiti, pije aronia, që kam thonë nuk janë vetëm launche, por janë me veti sheruse. Ku pronori Sad Berisha ka orë nga diaspora, ka investuar në Kosovë, faleminderit shumë. Është Medical Park, ai që më ka operu mu. Gjithë ju që dëni më do kështu s'infekcione, shkoni caktoni terminin te Medical Park te doktor Remzi Goshi. Faleminderit shumë doktorit, si edhe është Gjergj Grup SPT, kushtrimi i tij me ndriçim profesional. Shikues të dashur, rrodha i vjen musafiri, sonte kam një musafire vërtet speciale. Gjithë ju që e mboni mend një intervistë para disa vjete, e kam pas intervistuar një non shqiptare, një luke e cila ju del në ndihmë grave që realisht kanë probleme me shtatzani. Intervistën e kemi pas realizuar para 3 vite nëse s'gaboj kret rastisht, mirë po jo në rrjetet sociale ma keni kërkuar shumë, çon me rikthyll me pas musafir në studio për herë të parë. Zënjën bukurie, sonte e kemi bukurie së pjone me neve sonte, faleminderit shumë. Dha të kitje për faleminderit. Respekt, faleminderit shumë që erdhe. Mirë se i zgjatëm. Kom pasur shpej atëherë të kom pas intervistu, po që në studio ma mirë. Faleminderit. Ke pas hezitu atëherë me doli, se nuk je marak me doli në kamera ti, po njerëz kanë lip, shka më të bo? Kam pas sukses që ata më kanë lip. Zënjën bukurie, faleminderit edhe një herë që pranove intervistën, edhe kur kom pas qenë në Hajvaliu në ditë që dhe me thonë ma ke pas shpjegu se qyshi shërën graut me qka mirësh, po më na shpjegu edhe në herë sonte se nështë njerëz kanë harru. Qyshi kia të procedurat dhe me thonë, qëfar s'mundi shërën? Unë i shërej o nozat nga spori. Po? I shërej këto gratë që s'kan fëmi. Edhe urinet që s'mujnë me majtë mje vogël. Gratë. Që të po. Edhe për këthiz diçka më po edhe për këthiz. I shëraj. Pse të mnajsit voglet. E pse më ke pason edhe atëherë që këtu e në metoda që dhe me thonë... Që kjo është për këthiz. Mjaftë që i këthiz e men. Thmive dhe grave. Qysh e ki procedurën dhe me thonë a i nxesha me qka? Po i nxeshe njerë. Ta një javë që siten. Po. Sa zgjatë për dhe me thonë procedurën? Po 20 minuta. 25. Po për në vare qështë për me orë një grue për shambull edhe ka dërshim me mbi shtazon të ti, për shambull, sa herë du të me orë? 3 dit. 3 dit? Po. Nuk ka nevoj me orë më shumë? Ja, veç 3 dit. Edhe po besoj që i ka me po sukses, a? I lumi Allah mas pari. Pa thunë zërte. A garantoj se shumë një që thoi na garantoj? Ja, ju. Pse? Me garantu s'moj. Se aty i lumi Allah i ka ndërë. Pa thunë zërte asu s'moj taj. Shumë e vërtet. Unë e monimin ja bëje tëna, po a i vendus naltë. Shumë e vërtet. Pa thonë aj, edhe unë s'moj thamë. E pse se i kom po disa gra që tjera që shërujnë, e përdurin edhe vekshin. Për shumë kemi posë këtu në studio. Vekshi nuk është i mirë. Pse? është i damshëm. është i damshëm, ka veti... Shumë është i damshëm. Thonë, kësi ansure, efekt ansure? Po. Pse? Pse ajo krejtë të barko i në ta. Po, ha? E ju që që bëni metodët dhe unë e veç me dëri bëj. Dhe me thonë në gjesh një aulën? Po. Veç me dërë. Me që të thukë para kështu me dërë? Po. Mus mi rej gratë e pitut. Dishka pa. Dishka po, ha? Po, më kanë thonë që edhe për gjinit bebës, dhe me thonë muni me ndiku jo, duke në gjesh aulën, sa është e vërtet? Po, mas pori zoti, unë e ja bëj munimin e tana, po, lëmë Allah vendus. Pa, ka mundësi, dhe me thonë në përmjet gjesh në zonja bukurie me rrotlu që shtojnë shqiptarës kështë aulën edhe... Po, ha? Po. Shumë kanë dodhë, mas 4 qikav, mas 6 qikav, 2 qikav, kanë pas suksese. Unë e di që i kanë pas sukses shumë të ti, po nëse më në sonte një ose 2 raste me i përmend që dhe me thonë në ashta publiku i nje, ose... Se unë e di që ke posë persona publika të ti, figura publike nëse bën me i përmend. Kom posë Tajvalis kam shumë. Po, di, në Hajvali më ovishë që i thojnë të bukuria që në gjesh, këtë e di. Kam shumë, po kam Ferizaj, Gjaku, Prizare. Mos vjen ke sonte në figurë publike nëse bën më në i përmen, ku shokon të ti. Unë e di, po për publikën. S'po më i thulli. Ju, a?
Në këngëtar me emër? S'më i thamas. Se? Po ma ki vjekeq, ma thonë qaj. Po ki rast e plot, dhe më thonë, ki një rast Ferizajt pas disa vite që... Kam të Ferizajt, i ka 2 binake, i ka dhe tjetra i ka edhe 2 djel, veç i kam shumë për stepri. Po, zët e pa, zët e asos me tham. A ka kjo procedura jote që e ban? Jo, për shembull, nëse nuk betesh ta zonë, bila efekte arsore nuk e besoj që i ka, a në gjesh njësë më nuk bë kur gjo, keq, dam, nuk i bën keq, kur gjo. Ajo veç a i ban hajrë. Po. Nuk s'ka kur gjo. Pa, drejt më në kalëzu sonë ta ke pos, në rast për shembull që i ke në gjesh edhe së do e knash me ty, me thonë. Po, kret, s'po di që më thonë. Ka pak. Po, a? Ndëhet. Më ndodhë që smet? Po. Po, dhe se ti thonë më herë që... Ta një orë edhe një herë, edhe zdo të herë, ka funksionon me. Po, thonë që mirësh edhe me shërime tjera, për shembull, unë e di që edhe me unozat. Po, edhe unozat. Vim plot, kanë shërime. Që shërën me unozat? Me dur. Me gjeshne? Po, me gjeshne. Ja u hjek nervin edhe... Qësh është procedura me unozat, për shembull, a zgjat ma shumë terapia se 3 Po, ditë? gjysore. Po, sa herë du të me orte? 3 ditë. 3 ditë edhe ajo? Po, 3 ditë. Ndodh me kono ma keq, 4 ditë, veç që nuk më kanë dëtë, se sa vjetë këqyre nuk më kanë dëtë. Po, zë bukurie pa dosh me ta morë zanotin, po për publikën, për me i bo sa ma transparent me qenë para publikut. A ki na i farë, na i thujnë kështu, na i farë kreme që e për dur ti, a qysh, a më vish me dura. Po dhe me di. I kam do krema, i kam. Ma me me që i ki special, sa e po? Po, special i kam, për qëtë punë. Për këtë punë? Po, për unozë e këtu. Kam shumë. E për fëmi, dhe më thonë që realisht urinjët nuk mujnë për që thonë ma herë? Po, ujtë përsë më në manë, e në gjeshë, edhe nuk ka problem. E ki edhe një diçka interesantë më ke thonë edhe atëhere për këthiz diçka, kur t'ju i këthiz, a? Po, këthiza, kur t'ju shkanakt, s'ham bo këtë mija, edhe i madhe është qashtu, se të mija i vukër se i madhe. Po, kur në gjeshë të regullohet, tani aje ham bo përmisohet. A ki në e rast, dhe me thonë, këtë ditë që t'ka ndodhi fres, më nëj kujtu sonte, më nëj gruë që u gëzu shumë, që ka orë t'ka falenderu e sana. Ki në e diçka? Unë e di që i ki shumë me sonte. Kam shumë. Po në e rast sonte me përmend t'i vetë? Edhe bakshishe mbijen. E di? Mbijen në bakshishe. Jem kom prezent po unë i tham, nuk je nevoj. Se bakshishi jam është këtë bëtë juve mi u gëzu zote. E vërtet. Qaj është, se... Qka ki na i rason të më na i përmenë, zonja Bukurie, që të ka ndodhë për shambull këtë ditë e fundit, na një që të ka mitë, që të ka dukë ma interesant, për shambull, zonë e di që i ki një rast Ferizaj që s'ka pos 20 vjetë fëmijë, shumë raste, po na një të këtë ditëve të fundit. Kam një të Zvicrës, aja s'ka pos mija, aja ka të 25 qëtash, i panë. 50 vjetë bësha. E ka gëzuzu, të me një djallë, pa halo në kvartë. Halo s'ka? Ja, halo. Do të kitje për zërin për të një bravo. Po kërësura të ka shkru? Po. Tu ka falenderu? Po, vallahin. Inshallah që e këtë emision edhe një të dhaja? Ja, ma mërmenja që e një. Ma mërmenja që e një. Po, unë i kom pos këtë edhe mesajat që i kanë shkru këtë këtu, po... Nashta kime na e vonë për... Me të kalzu drejten, e kom në telefonin, mu ka prish. Edhe tash e kam trim krejt aty janë. A ki mundësi para publikut me e thonë numërin se mu më kanë lëllë të ma lip numërin, a mërsh me thonë t'i vetë? A e di përmesh ajo? Ose ta qesë me regjia kështë në ta qesë me? 044 Po? 64 Po? 2012. 64-2012. Nëse gjithë ju që dëni me vizitu zënën Bukurie, gjeni tek Hajvalia, po? Po në Hajvali. Në Hajvali, si ta vedni 044-64 2012. E thash mira jo? Mirë. Jese pas ka rrën. E po për shambull zënja Bukuria, atë kanë dullë me posë për shambull naj sërbë me orte ti? Si pranoj. Pse? Se njerëz janë po janë këshi. Bëllë këna posë probleme me ta. Mi është të fore atyne s'kam qef. Heq. A unë shtu për me? Për një me, kam për një me.
Ka pas pa i kom këthy, nuk i marrë dorën ata. Heq? Heq. Me asë një shpim? Heq. Bravo, do të kike Ja. për një punë përqese të gjallë komptore. Edhe një më me dhonë se ju, nuk i dua. Se kanë bo tortura ta shumë neve. Po unë e kom po, zënja Bukurie, kom po pa dosht me të lavdu punën tonë, e kom po që ti e shumë transparent edhe nuk i lyp por e grove, për shembull. Ju. Qysh kur të vinë, qysh i pret, qysh i trajton? Shumë mirë, i respektoj, i në A rajnë. guxojna për shembull me bë publike çmimi, qysh është atë. Zban. Ajo është, do me thonë vorët sot qysh do ajo. Në më nuk jep cakton ti që me thonë valla, sikur dikush i për shembull që shkojnë për shembull jella 500 euro, jella 1000 euro, jella. Ja. Ja ashtu ju. Do me thonë ajo vorët pisoj. Po, qka ka te ka? Kanë në ngrotë edhe bakshisha më lënë. Më bijen e këtu, po... E zëja Bukurie, kena pos shumë njerës që në kanë thonë për shembull këmë shku të filon, ja dhe më kanë keq përdurë. Leqi s'kum e shtazon, po më kanë bohure. A keni pos ju kësi rosë, për shembull që ka shku dikun tjetër, më ndaj ka orë të tjetër? Janë ardhë, të kom pos shumë. Po, unë i kom më pëse e shku. Po, kërë njeri dërtli, hen kom mas. Po, e kom këqyrë e tëna ka pos sukses. Edhe më ka falenderu e një herë për një mjerë. Po, kur zdenë ma mire mësë me më ndërreqë, se o gjëna. E vërtet. Pse me maltretua? Shpenzime e këtu... Me allergjinë, s'bën me lujt. Alloj një, se o gjëna. Qëre nuk do të më tut për me e për kërkuj, po është një naltë mi kryetën. E vërtet. O gjëna. Shumë e vërtet. Po çka keni mesazh do të thonë për ato grotë cilat kanë qef shkritat me mbeq stazon, po hezitojnë me orët e te, ose kanë frikë, ose çka kishe më ju thonë sonte? Unë ju kësha thonë që unë e mënuën a dejnë pikën e fundit. Deri maksimum që shtojnë. Edhe kam qef krejt mi gëzu zoti, me post mi jetëna. Me orët e te më smutut? Ju. Unë i kalzaj, që është për muhe e marrë dorë, së është për muhe, më thëmë si e përgjeshën edhe ecë. Do me thonë ti i kalzan fillim për vjenë? Po, nuk e matë. E dezun e mëri? Po. Qështë e de do me thonë me prekne me dur? Me dur. Pse unë i thujnë, unë i fëmime, unë nuk i di që jam gruvi, shtojnë rëtluët, që të thujnë? Po. E është përdurët një fjallë popullur që kështë të na nuk i dia e kuptojnë tjerë, po zdi që shtu ndryshë e thujnë jesh djerë. Po, qashtë është, me venik. Po, a? Po. A mësë është qaja që po thonë? Qaja është. Në kur zhirë kësë realisht vinë të te dhe... Nuk hojme të. Kur është e shdjertë, edhe me konë edhe këtisa nuk më një statë. Prej qka e shdjerë nga zakonisht? Vjen për rëndësimit për tënë. Për rëndësijës? Po, këtisa i për stresi, për nervoze, qëtëjko. A kje në rast tjetër përveç asoj Zvicrës, në shtatë të ka kujtu të së kena Me fut? po s'kam shumë. Po e di që po hezitami për menë, pa ne veqerosat për menë, ti s'ka nevoj emrat, s'po qëtimi emrat. Po veç mishtimi besu njerëzit që Zënja Bukurie nuk është në i farë... Ja, nuk... Që i keq përdur, ose të pa qore hajde të onë, ose së të ju thonë? Unë, kur vjenë unë i kalzaj, je për mua mirë, si je, nuk e maltretaj. Thamë, gjoj loqet. Cili është një rastit tjetër që i kështë do sonë të menive? E ke pas do në intervistën e por, një rast Ferizoj që i kalon brisa shumë njerëzve që 20 vjetë të na po 20 vjetë, s'ka pos thmi, i ka 2 djeli. 2 binet? Po 2 binoka i ka. Po ajo krushku të miku, i ka dhe miku s'kjet mikur. Miku i ka thonë s'kjet mikur? Miku i ka. Edhe? Po foti, edhe zëtja ka shkru. Kur orë të na, foti, ndë njëre o mekë. Edhe krushku të miku, i ka thonë miku, zë i ki 2 binet, ka thonë ju bre, më zma i gore, ka thonë, vallojnë po 2 binet që ki. O, tha, qëfar gëzime, tha, burre vete, vjerrije, nese, familje vetë. Tha, jem që ditë mërë me menë, e të më ka thirë. Tha, valloj, bukuri, tha, jem shtatë zonë, tha, dhe më ka thonë 2 binet. Tha, klime se po bahi gore, one. Pasha zëtën, tha, po. Tha, u gëzëve dhe one. Tha, shu zëtë, jem për ty. Kje ron se të rona, zëja Bukurini me? Shumë ka. A të dhimë kërë të vingërë? Vallojnë po. Se... që shtojnë më se posha
Ma të keqen që s'ka. është e rëmë me pa fëmijë. Ki rose shumë tjera, dhe me thonë që këmë dëgju që vinë edhe ka rose kur vinë edhe policët e më shërua kështu. Ka. Policia ka shumë. Police? Po, gra. Ka shumë. Po, kanë edhe suksese, kanë edhe të në. Po, unë jam e këna shumë. E sa ndikam, në gjënë bukuri stresi në shtatzani, dhe me thonë, ndikon a ju, stresi? Po. Kur je nervës, ndikon në të në. Se ndikon në unë fëmijës, apo? Krejt stresi ndikon. Po, gratë kanë nervëze, kanë gale, të nëtë. Aja veç shtuhet. A nështë pak edhe në qupi e shgrot, a ju? Pat ngut, a? S'po fëllë se gruja me dhane. Pak, po, da. Po dolin Jep. pak hëllë të naftu. Je pak për shumë. A ndikon kjo në... Alloj po. Alloj Çfarë po do më ndikon. thonë? Ndikon. Edhe vesha e grovën ndikon të më thonë, se për pora di me qeropat lesh të arrishin grotet në zetë. Ndikon shumë, apo? Po qështë ndikon. E qka kemi e thonë se tash këtu në dëmëthonë është verat e në Kosovë dhe kemi edhe diasporën, ka dikush që është nevoj lidhe, ka nevoj. Ku mund më gjithë bashkë konkretisht e Najvali? Mund më gjithë të gjamia. Të gjamia Najvali? Po, është Viva Freshi, ball për ball. Najvali? Po. Atyre që po presin realisht me mbi sta zonë, a kina e mesazh më thonë, që mos më bo marak se zuti Kam se le qef. kam pa e vlat. Inshallah. E veni për kuna. Inshallah këtë zote i gëzan, kush s'ka. E kush ka, i arun zote. Mërë Allah. Pse është shtirë, pa ta është shtirë. Po. Me ta s'punja më shtyna. Ju për veti keni të mi zonja bukurie. Po e kam një djallë. E keni djallë. Po vesh një. Një djallë, dhe me thonë, një, nëse s'gaboja në bukurë, si s'ja ku marru, e ko Bajrosh. Po. Basa Bajrosh. Po. është kelqimi, është djali. Djali, po. Po, tash... E kështë martuni me për hajrë. Po, hajrë patë. E tash, i sholla se bon zotin e vëllish kelqimin me orët e ti. A ju? Jo, mërë që atë jam në shpe. Po, edhe në shpe. Në ka problem. Po kështu gratë për shembull dhe të këshive sana, a merë, dhe me thonë me, a merë kësi komentet mira, se i kom po që po dëshin edhe këshia, kërë më konë, kam pas kalzu sakte ti. Vinë edhe këshiket e vinë të natë. Kanë suksese, kanë të natë. I kojnë hollët me ty se ti edhe kështus nuk ja vënë bajat. Ja. E kom po. Yes, nuk kam qef me bo bajat. Kam qef mirë, për këtë me konë. Gjene bukuria, unë s'kisha ljodhë ma shumë, unë të falenderej shumë që ke gjithë kuën dhe mundësien sonte. Falenderit. Vendin gjithë ata që ka nevoj me vizitu zonjën bukurie, gjenë shumë letë, për thotë të gjamije në Ajvalia, po? Është Viva Freshi që të dikon. Ballë për ballë. Edhe numën e potet 044 6 4 20 12. Po. E pas na mojnë men, faleminderit shumë. Unë Unë faleminderit shumë që ke gjithë kuën sonte. Faleminderit. S'po të lodhme më shumë, faleminderit, shumë respekt. Amen. Faleminderit edhe shikuesve që na ndjekët notën e mirë kaq të përsonte që jemi javë tjera sigurisht. Kismet. Zonja Bukurie, suksese inshallah. Amen. Amen. Ai që vjen i fundit jashtë stazon. Inshallah. Gruaja, se ai nasi. Faleminderit shumë. Inshallah. Faleminderit.